jore. Domthon, këto janë faktet për te fjalëve dhe për te llafit. Ekonomia tregut, ajo, dhe i kemi ble 2 kere, nuk kemi pas mundësi ma shumë me ble kere tonat, dhe kjo pagesa me qira është vazhdimësi, do me thonë se edhe kjo në mandatin e vetë me qira i ka pagu. Mos me marë kere me qira dhe mu kontraktu nga nivelli qendror, dhe kjo është kontrata që Komuna e Vushtrisë ka nënshkruar për qirat kerreve dhe e dini çka, 900 euro në muaj paguhet kerri i kryetarit komunës për qira, mujore. Domthon, këto janë faktet për te fjalëve dhe për te llafeve. Përsa i takon banimit social, në programin tonë kemi paraparë ndarjen një fundit prej 700.000 eurove. Po shiko, na kemi pas pare, se po ju tregoj. Jo pare kam pas shumë është e vërtetë. Vetëm pak, jo tash mos ndërvis, ka kuptim. Unë ju ndëgjoj. Mrena mandatit tim 10.264.756 euro për kontratën kolektive i kum pague, që është për afërsisht 45% e buxhetit për investime kapitale për 4 vjetë. Apo pagu 900 euro qira për kera ju? Vetëm pak. E vërteta është? Vetëm pak. Çdo gjë që paguhet është transparente, është tregu, është ekonomia tregut, ajo, dhe i kemi ble 2 kere, nuk kemi pas mundësi ma shumë me ble kere tonat, dhe kjo pagesa me qira është vazhdimësi, do me thonë se edhe kjo në mandatin e vetë me qira i ka paguar. Lutem, Jeta, veç të lutem, nuk është e vërtet që është vazhdimësia imja, kontrata për qiran është nënshkruar me 20/6/2024 për qirat të automjeteve, vendimi qeverisë për të mos pasur kontrata me qira, kere me qira, komunat është i vitit 2024 me 20 mars, dhe në çmimin e kontratës këtu që është mbi 900 euro që Komuna e Vushtrisë paguan për makinën e kryetarit komunës aktualisht për qira. Dhe është shumë interesant që tjetët makina e ka ble edhe kryetari mandej masanej. Usqarun për makinë, urna. Suleiman. Një sqarim lidhur me çështjen e banimit të përballueshëm